Pas rasteve të raportuara të mortajës së baktive në disa qarqe të vendit, autoritetet veterinare në Lezhë kanë nisur një aksion intensiv kontrolli dhe parandalimi që për fillimin e javës, ekipet e shërbimit veterinar janë në terren për të monitoruar situatën për të garantuar zbatimin e masave mbrojtëse në fermat e qarkut. Fermerët janë detyruar që baktitë e imta t'i mbajnë në kushte sallore pa kontakt me mjedisin e artëm ose me tufat e tjera derisa të merren ura të mëtejshëm. Bëri me dije Dete Rama, përgjegjësi i autoritetit veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Lezhë. Në qarkun e Lezhës deri tash që flasim situata, zona është pastër nga smunja, kjo falë vullnetit dhe organizimit të strukturës sonë të AKMB-s në mbështetje dhe me njësitë vendore dhe policinë e shtetit. Ne kemi pasur sensibilizimin e situatës dhe kemi shpërndar postra dhe veterinarët si të shërbimit dhe të kontrollit kanë shkuar në çdo fermë duke i paralajmëruar që të imtat duhet kafshë të imta, dhe në vëpi, gjatë se periude që ka rast smunja, që është shfaq smunja, duhet i majnë në regjim stallor. Do thënë që duhet si rregull së t'i xhirrin as në kullotja, pra t'i majnë t'i mbashtrojnë në regjim stallor. Ju bëj thirrje gjithë fermerëve, të qarkut Lezhës, të marrin masat që ne ju kemi qenë nëpërmjet urdhrave. Ti zbatojnë këto masa, ti zbatojnë këto urdhra sepse do të shkatrohet ferma atyne. Do të preket nga smuna dhe i shkatrohet ferma atyne. Prandaj ato s'duhet të dalin të nxjerrin kullot, s'duhet të bëjnë hyrje dhe dalje në fermë, paktën gjatë kësaj kohe derisa të mbaroj periudha inkubacioni që ka ra në vatën e funit, për shembull siç ka ra në Tiranë. Fermeri që del jashtë këtyre urdhrave, do të marrë penalitete, sepse bëhet shkak dhe për hapjen e smunjes dhe në fermat e tjera. Ne jemi gjatë gjithë kohës në fakt në kontroll të pazarit Milozë, sepse ai nuk ka treg, është një vend grumbullim, dhe nëpërmjet strukturave të policisë, njësisë vendore të Kurbinit, policisë bashkiake, ne kemi marrë masa dhe nuk kemi leju asnjë hyrje në këtë pazar, në këtë vend grumbullim. Megjithëse deri me tani nuk është konfirmuar asnjë rast i mortajës në qarkun e Lezhës, autoritetet paralajmërojnë se rreziku ekziston dhe kërkojnë bashkëpunim maksimal nga fermerët dhe qytetarët për të shmangur përhapjen e sëmundjes dhe për të mbrojtur sigurinë ushqimore.